gjendja faktike, fatkeqësisht është edhe rasti i Banjskas dhe rasti në Ujësjellsin, sulmin në Ujësjellsin në veri, dhe këto kanë kriju një sinergji ma pozitive edhe në politikën e brendshme dhe ndërkombëtare në favor të Kosovës. Është fatkeqësi që është vrarë policia Afrim Bunjaku, është heroi i Kosovës, por edhe vendosmëria e qeverisë dhe institucionet të Kosovës, mos e harroni se edhe Kuvandi i Kosovës ka marrë seancë, unë si njëri prej nënshkruesve të thirrjes së seancës, edhe kemi përkrahur me unanimitet vendimet e qeverisë dhe veprimet edhe për Zoti Gashi, në kryetari i partisë tonë ka thonë është si Miloševiqi. Po ta shumë po flas, unë jam Arben Gashi, sem në kryetari i partisë. Kam qenë kryetari i grupit. Megjithatë ti koleg partia. Kam qenë kryetari i grupit. Kur thonë unanimitet e kena përkrahur. Në Kuvand, po. Po dhe në Kuvand i do të kemi bërë rezolut deputet do thotë. Kemi bërë rezolut në Kuvand për ndaljen e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë dhe për ndaljen e referendumit. Kemi bërë rezolut për përkrahjen e vendimeve të qeverisë mbas rënies së policit, pra kemi pasur unanimitet në përkrahje në veri. Dhe mund të themi se situata faktike momentalisht është më e mirë se sa më herët dhe është progres. Çashtu qysh ka thonë zoti Glauko Njusa, bravo Isa Mustafa për letrën e Mogherini, çashtu duhet më thonë edhe Hashimit bravo për shpërndarjen e strukturave paralele ose futjen në sistem të Kosovës dhe qarmatosjen e tyre. Pastaj duhet më thonë edhe Ramushit bravo për veprimet që i ke bërë edhe për formimin e ushtrisë, po edhe Albinit bravo se situata është më e mirë. Çështja është qysh me majtë në situatën faktike dhe me anulur rrezikun i cili ose me zvoglu rrezikun potencial për gjendjen juridike, sepse gjendja juridike aty është. Pra këtu i kemi dy elemente për cilat na si klasë politike duhet mu pajtu. Pra duhet mu pajtu me i thonë